Nuk je lodh prej jetës, po je lodh prej mendjes që të pyet pa pushim. Pse mua, po unë, çka do të thojnë për mua, çka nëse unë dështoj, çka nëse unë nuk ja dal. Sa më shumë që mendja sillet rreth unë, aq më shumë zvoglohet bota që të rrethon. Fillon me po çdo shikim si gjykim, çdo heshtje si refuzim, çdo pengesë si dështim personal. Dhe pa e kuptu jeton brenda interpretimit mendjes tënde. E di se të kështu pak. Po hajde tash tregoj se çysh mu forcu. Mjafton ta largosh fokusin pak nga vetja, të paktën për disa çaste. Ta ndihmosh dikant, ta dëgjosh dikant, të krijosh diçka, apo t'japësh diçka thjesht pa pritur asgjë këmbë. Veç kur e vren pa pritur se mendjes i ka humbur ajo zhurmë e saj. Kur mos e harro, vujtja ushqehet me vet fokus, ndërsa qetësia ushqehet me kuptim. Tash do më t'ka bo pak një pyetje ma të shmendur. Nëse për një ditë të vetme, kish me t'u ndalu me mendu për veten, kush do t'ishe ti? Ma thuj pra.